Një reagim i fortë ka ardhur nga Rozana Radi në rrjetet sociale pas një lajmi që ka qarkulluar në portalet online për të. Në një Insta story, këngëtarja ka ndarë një screenshot të një publikimi ku pretendohej për një ngjarje të rëndë që lidhej me të, duke e cilësuar situatën si të papranueshme. Krahas fotos ajo ka shkruar: "Vërtet, merreni me mend çfarë janë në gjendje të bëjnë portalet online." Mëtej, Rozana nuk e ka fshehur indinjatën, duke shtuar se një lajm i tillë mund të kishte pasojë të rënda për familjen e saj. Imagjino të isha diku ku të mos kisha val, do ishin të shmendur familjarët, nuk e di si ju mban toka. Ky reagim ka hapur sërish diskutimin mbi përgjegjësinë e mediave online dhe kufijtë e etikës në publikimin e lajmeve, sidomos kur bëhet fjalë për informacione të pavërteta apo të paverifikuara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.